Gruaja që humbiste fëmijët ende në bark. Këto dëshmi që po ju tregoj tani janë vetëm disa nga shumë njerëz të seleksionuar prej vitesh, ku deklarojnë se kanë patur kontakte me forma të tjera jete. I kam seleksionuar personalisht dhe çudia është se që të gjithë flasin për objekte jo njerëzore dhe qenie të një bote tjetër. Madje ka shumë gra që dëshmojnë se jo vetëm që i kanë rrëmbyer, por më vonë pasi kanë mbetur shtatzane, fetusit në barkun e tyre janë zhdukur në mënyrë të mistershme. Majmend që isha në një krevat metalik. Në Poloni kam patur një eksperiencë shumë të fortë, që le të themi që ndryshoi jetën time përgjithmonë. Isha shumë e vogël, 8 vjeçe, dhe polozja jashtë shtëpisë bashkë me një komshiun tim. Një objekt gjigant si forma e një cigareje na mori. Herën e parë më çuan në një anije kozmike shumë të madhe dhe më vendosën një çip, këtu, në mes të ballit dhe hundës. Dhe pas një farë kohe më morën edhe një herë, por kësaj radhe ishte në një bazë nën tokë, kishte edhe ushtar. Nuk di se ku, por ishte një laborator. Dhe me aq sa pash dhe mbajmend, më implantuan në mitër disa vezë, ose ndoshta diçka tjetër, sepse nuk e di se çfarë ishte. Megjithatë, nga ai moment mbeta shtatzane. Ç'është e vërteta, pata 2 shtatzani, njëra pas tjetrës. Herën e parë isha 25 vjeçe. Çudia është që nga analizat fëmia rritej rregullisht dhe çdo gjë dukej normale. Por kur shkova dhe bëra ekografin pas muajit të tretë, ginekologu që shkoja për herë më tha se nuk e gjeti fetusin. Pra fetusi ishte zhduk. Pra fëmia ishte zhdukur në bark, pas një lloj operacioni. Aty më thanë se ndonjëherë edhe ndodh që fetusi të shpërbëhet, dhe unë u besova mjekëve. Ata pasi më bën pastrimin, unë vazhdova jetën time, por kjo gjë më ndodhi edhe herë të tjera. Ata janë si uqër, me thonjë gjigant, dhe jetojnë nën tokë. Dalin vetëm natën, por janë shumë të shpejtë. Nuk kam një krahasim të them se me sa shpejtësi lëvizin, por është një shpejtësi marramendse. Ky zotëri jeton në Siçili, dhe në bazë të dhënave, Siçilia është një nga vendet më të shumta me fenomene të tilla në krahasim me të gjithë Italinë. Kurse tani po ju tregoj një tjetër zotëri. Ky që shihni këtu quhet Colin Saunders. Është një inxhinier. E kam intervistuar para disa kohësh. Përshëndetje Nadir. Ja ku është objekti që pam atë mbrëmje. Të mbash mend se ishim 4 dëshmimtar dhe tani po ju tregoj se çfarë ndodhi. Ishte 31 mars i vitit 1999. Unë po udhëtoja me makinë, së bashku me bashkëshorten time, me vajzën time të vogël, nënën dhe babain e gruasime. Teksa po ecnim si për rrugës, një objekt afërsisht si ky, por shumë gjigant, qëndronte në ajër, mbi 20 metra mbi kokat tona. Misteri ishte se nuk lëvizte as 1 milimetër, sikur të ishte i salduar, por ishte komplet në ajër, dhe dritat e prasme ishin të ndezura. Ne u ndalëm, dolëm jashtë makinës dhe po shikonim, por objekti sikur të na kuptonte, sepse u vendos në faqe, për bri, në mënyrë që ta shikonim mirë, dukej sikur të ishte një trup biologjik, sepse komunikonte me trurin ton, që të gjithë e vrejtëm këtë gjë. Duke qenë një inxhinier, unë më vonë krijova një model dhe e publikova në faqen time, por aty zbulova se i njëjti objekt është shfaqur edhe 12 herë të tjera në vende të ndryshme të globit. Pra që të gjitha këto dëshmi që ju tregova kanë fakte të pakundërshtueshme. Tani vendosni ju se çfarë mund të mendoni. Pres komentet tuaja dhe ndajeni.